Po xhallah ju shpërbleft, e lexoj pyetjen e radhës. Na shkruan një teleshikues nga Zvicra, i cili sigurisht na ndjek nëpërmjet internetit, nëpërmjet faqes sonë zyrtare, që thot kështu. Fillimisht na përshëndet me përshëndetjen islame dhe thot të parashtroj një pyetje sepse ne jetojmë në Zvicër dhe thot në xhamin ton e kemi një Kur'an me përmasa të mëdha i cili rrin gjithmonë i hapur. Kam dëgjuar prej disave në xhami që Kur'ani nuk bën të rri i hapur. Çmendim thot keni ju dhe nëse keni ndonjë argument për këtë që un po e lançoj tashmë, çfarë do të thotë? Unë mendoj do thotë fillimisht do thotë kjo Kur'ani i hapur më bën përshtypjen se të bëj do thotë një vërejtje apo një sqarim nëse më lejohet, se fatkeqësisht shumë prej njerëzve qasjen që e bëjnë ndaj Kur'anit është një qasje, nuk them e padrejtë, do thotë është e drejtë, do thotë një respekt, një shenjtërim, një vlerësim i Kur'anit, po të gjitha janë shumë sipërfaqësore nga ajo që ka kërkohet me të vërtetë prej besimtarit të ketë do thotë në raport me Kur'anin. Kur'ani nuk është do thotë një libër i cili është për tu lënë do thotë në xhami i hapur apo i mbyllur, pavarësisht si. Nuk është një libër i cili është për zbukurim do thotë të shtëpive tona e në rend parë të xhamive tona. Nuk është një libër që është do thotë që ne mu krenu me të, në fakt do thotë mos me hap kurrë e kështu me radhë. Kur'ani është do thotë një libër në të cilën ekziston dhe në të cilën qëndron do thotë udhëzimi për njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe i shpëtuar është ai i cili e hap atë Kur'an, e lexon, përfiton nga ai, e mëson atë dhe u mëson të tjerëve. Edhe Kur'ani i cili rrin në xhami nuk do të duhej të rrinte as i hapur as i mbyllur, po do të duhej do thotë të shletohej nga lexuesit, nga xhamati, të lexohet, shikohet, domthon hoxha apo ata të cilët dinë t'u mësojnë fëmijëve dhe atyre që nuk dinë e kështu me radhë. Ky është destinimi i qëndrimit të Kur'anit do thotë në xhami apo diku tjetër, e jo diçka tjetër. E fatkeqësisht shumë prej njerëzve mendojnë se Kur'anin duhet me posedu për bereqet, për me posedu do thotë për zbukurim, për me pas do thotë në shtëpitë tona, vetë se me thonë se kam Kur'an e kështu me radhë, e këto nuk them që janë të refuzuara, po them do thotë janë shumë dytësore. Mos them do thotë edhe në rend të fundit nga ajo që ka kërkohet prej besimtarit të ketë në raport me Kur'anin, e që është për qëllim do thotë leximi dhe përfitimi dhe të punuarit sipas asaj që gjendet në atë Kur'an. Pastaj do thotë në pyetjen konkrete them se nuk ka do thotë diçka se po rrin Kur'ani i hapur apo i mbyllur. Do thotë nuk ka diçka të keqe, po them, edhe nëse rrin i hapur, po edhe nëse rrin i mbyllur, do thotë, por e domosdoshmja është kjo që mos jetë do thotë ajo përditshmëria edhe debati në mesin e xhamatit duhet me qenë i hapur apo duhet me qenë i mbyllur, në vend që të jetë debati si të përfitojmë nga ai Kur'an i cili gjendet në atë xhami. Zoti di më së miri.